Arlind, pse nuk e poston asnjë media protestën e Lëvizjes Bashk? Po sepse kam përshtypjen që Lëvizja Bashk shkel në shumë kallo. E para njërë me aksionin e sotëm, ne kemi shkelur në kallot e Belinda Ballukut, që është një nga financuesit kryesore të mediave dhe televizioneve në Shqipëri. E dyta e shkelim kallo Edi Ramës, që është gjithë pushtetës nga ipanga politike. E treta u shkelim kallo oligarkëve, ndërtuesve, atyre që përfitoi statusin e investitorit strategjik. Tani, në rast se i heqim gjithë këta faktor, harrova edhe diçka. U shkelim kallo dhe pseudo opozitarëve si Sali Berisha, se ata e kanë nga një televizion. Tani nëse u shkel kallo kaq shumë faktorëve destruktiv shoqërisë shqiptare, sigurisht që nuk do jesh as simpatik për mediat, të cilat në shumicë dërmuese të rasteve janë pronësit oligarkëve ose paguhen nga politikanë funde kryet korruptuar. Gjithsesi, për ne është një medalje nderi. Izolimi mediatik është një medalje nderi, kështu që do përdorim rrjetet sociale për ta dhënë lajmin gjithandej. Të gjithë qytetarët ditën e njëjtë në orën 18 i ftoj të bashkohen përsëri përpara sallës seancave plenare të Kuvendit të Shqipërisë për të kërkuar shkarkimin e Edi Ramës, Belinda Ballukut dhe marrjen e një mësër masave ekonomike dhe sociale për përmirësimin e jetës qytetarëve në Shqipëri. Faleminderit.